Në kohën e kalifatit Abasi, në kohën e Me'munit, I cili sundoi rreth viteve 813, erdhi në një mexhlis një jehudi, një hebre, I cili dëshironte ta falsifikojë Kur'anin famullar dhe në mexhlis filloi të flas, ndërsa Me'muni ishte shumë I mençur dhe e vërejti dhe I tha: "Mos je jehudi, mos je hebre." Po tha: "Pse erdhe?" Tha: "Erdha të dëgjoj rreth Kur'anit dhe të debatoj." Me'muni e vërejti se ai ishte me qëllim të keq dhe I tha: "Pse nuk e pranon Islamin?" Tha: "Feja ime më ndalon ta pranoj Islamin. Të lutëm, mos e përhap lajmin se jam jehudi, jam hebre." Mirë, edhe u largua, Me'muni e liroi. Pas 2-3 viteve erdhi përsëri jehudiu, ky hebreu, ish hebre, I cili e kishte pranuar Islamin. Interesant, nuk e pranoi para mbretit, por e kishte pranuar lirshëm në jetën e tij të përditshme, edhe Me'muni u çudit, tha: "Si e pranove Islamin? Unë të luta, të afrova Islamin, ti nuk e pranove, si e pranove? Çfarë ish shkaku?" Tha: "Ka një histori për këtë. Unë tha bëra 3 kopje të Teuratit, të librit të hebrejve, të trijat I falsifikova ndryshe. Njëri shtova, njëri mangësova kështu me radhë, edhe I çova në sinagogën hebreje, edhe I shita në pazar, edhe nuk pata asnjë vërejtje për devijimin që ua bëra atyre. Pastaj bëra 3 kopje të Biblës, të Injilit, edhe ato I shita në pazar, të dietarët e atyre, në përkisha, askush nuk bëri asnjë vërejtje, heshtën I blen pa asnjë zhurmë, ndërsa pastaj bëra 3 kopje të ndryshme të Kur'anit, njënën e falsifikova, të njëra shtova, të njëra mangësova kështu me radhë. Kur I shpërndava ato, me njëherë pata vërejtje dhe mi hodhën fytyrës ato Kur'anët të falsifikuar, nuk I pranoi askush, edhe atëherë u binda në fjalët e Allahu xhaleshanu që thot: "Ne e zbritëm Kur'anin dhe ne do ta ruajmë." Edhe u binda që Kur'ani është libri I Allahut I mbrojtur, të cilin nuk mund ta dëmtoj as njeri, as gjin. Kemi nderin që kemi librin të vetmin të vërtet mbi faqen e dheut. Allahu na fal të gjithëve. Wassalamu alaikum.